Enveri nuk ka qenë në një ideal problematik që ka kriju në i problem personal me dikon. Pra i ka qenë një zakonisht i sjelshëm, 2 herë i plagu më luft, i plagu më ranë, i ka pas 8 cm të këput në kamën për i kalibrit madhë në betej, dikun aty në mes gramoqelit edhe bitesheve. I ka ndihmu shumë njerëz me shëru në përpërëndim, në përbot, se 2 herë i ka ndo plaga dhe prapë këthyje në vend luftim. Vrasja ati mendoj që ka qenë në atë skenarin që o provu ndo ka qenë me këthy një hashmerin mes familjeve, mes njerëzve, kem pa dhe rastet shumëta. E vërtet oshin në ndo një rastet gishtin e ka ngrejë në një shqiptar. Edhe po skenar, këtu jenë skenar të Serbis, që pasi që o tërhek nuk ka mujt me qenë pushtuse ose me bo ato që ka bo me ne, me nalon shërin. Ka dash me nëzit, po me ndoni probleme ka qenë skenar, mes familjeve? Kanë qenë skenar, nëse nuk jam unë aty, me talon shërin, mos me të lora hatë. Fra pushtuse, kur është shku, i ka kyç këtë mekanizmat potencial, që me kriju pengesha ne që në Kosovë, që edhe sot i ban ato pengesha në mënyrat ndryshme, po në atë kohë është shfrydzu, nështë në një gabim, në një lëqim, edhe diku i kanë thonë qërë se ta boni kë, ati i kanë thonë ta boni kë, edhe ka pas tendenca pra me kriju. Në veri o vra, do të të në një prit, është plagu dhe një djallë tjetër, nuk kemi informata se a është gjetë kush e ka ngrej gishtin, po nuk beshojmë që... Keni kërku si familje, sigurisht, normal që edhe si familje, edhe si kryeministër, jo veç për Enverin, po kërkojmë për gjithë vrasjet politike.